Xhamia e Plumbit në Vlorë, një nga monumentet më të vjetra të kultit në qytet, vijon të qëndrojë e mbyllur për besimtarët dhe vizitorët. Rekonstruksioni i saj ka psuar vonesa, ndërsa Myftinia e Vlorës sqaron për qytetarët se projekti nuk është pezulluar, por po përgatitet për të nisur punimet në mënyrë të sigurt dhe të qëndrueshme. Xhamia e Plumbit në Vlorë vijon të qëndrojë e mbyllur duke zgënjur besimtarët dhe turistët që vizitojnë qytetin. Myftinia e Vlorës ka reaguar duke sqaruar se projekti i rikonstruksionit nuk është pezulluar, por ka pësuar vonesa për shkak të procedurave teknike, studimeve arkeologjike që janë kërkuar gjatë fazës përgatitore. Sipas institucionit, këto ndërhyrje janë të domosdoshme për të respektuar standardet e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe për të ruajtur integritetin historik të monumentit. Po ashtu procesi është ndikuar nga rishikimi i buxhetit dhe miratimet institucionale të cilat kanë zgjatur afatet. Myftinia thekson se përgatitjet për nisjen e punimeve po vijojnë dhe synimi mbetet përfundimi i restaurimit në mënyrë të sigurt dhe cilësore, në respekt të vlerës historike dhe shpirtërore që Xhamia e Plumbit përfaqëson në qytetin e Vlorës.